Shqipëria ka mirëpritur eventin më të madh të kickboksit. Pas një mbrëmje emocionuese në Fury Fight Club, Edi Sheaj është shpallur kampion bote për herë të 6 në peshën 72 kg në kickboks. Sheaj luftoi kundër grekut Panayotis Mitsinigos në një sfidë jo të lehtë për të. Pas 5 raundesh me vendim unanim të gjyqtarëve, Sheaj rëmbeu titullin e kampionit. Vendim unanim, unanimous decision. Fituesi i Fury Fight Club 4, main event, zonja dhe zotrin, këndi i kuq, Edi Sheaj! Emocionet pafundme dhuruan edhe Jongashi dhe Luiz Uruçi, një përballje kjo për herë të dytë. Edhe pse Uruçi pati një frakturë në pjesën e këmbës, u rikthye sërish në garë dhe u shpall kampion kombëtar në kickboks VKU. Pra me vendim 2-1 në favor të këndit të kuq, fituesa është Luiz Uruçi! Kampion! Pjesë e kësaj nate ka qenë edhe ndeshja Muay Thai për herë të parë në Shqipëri midis Janis Bukis dhe Igli Shkurtit, një ndeshje e cila pati edhe një performancë të veçantë në nisjet e saj dhe u mbyll me fitoren e Janis Bukis. Zonja dhe zotrin në vendim unanim, unanimous decision, blue corner, këndi blue, Janis Bukis. Me vendim unanim 3-0 të ndeshje të parë të Muay Thai në Fury Fight Club 4 në Escape, Shqipëri e fiton komshua Greqia Janis Bukis. Një mbrëmje kjo e cila priti edhe dy talentet si Luiz Gjolena dhe Kevin Demneri, të cilët fituan me knockout. Zonja dhe zotrin, fitues është Luiz Gjolena! I gjithë eventi është transmetuar live në ekranin e Fox News, duke dhuruar një show magjik mes grushtave, muzikës dhe performancave të veçanta.